Përveç Flamur Krasniqit, policia ka arrestuar edhe babajnë e të dyshuarit, Arif Krasniqin, në ndyshimet për falsifikim të dokumenteve publike. Prokuroria Speciale dyshon se babë e birë dhe disa të pandehur të tjerë kanë falsifikuar dokumente si pasaporta e patent shofera për mbi 50 shtete të botës. Gazeta Insideri ka siguruar dosjen e prokurorisë ku thuhet se të dyshuarit mjetet false të identifikimit i bënin në format blanko dhe të mbushura. Aparaturat për falsifikim dokumentesh, organet e rendit i kanë gjetur në një shtëpi në lagjen Qendresa në Prishtinë. Arif Krasniqi po dyshohet për veprën penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, lidhur me veprën penale falsifikimi i dokumentit. I pandehuri në fjalë ishte pjesëtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ai ishte në mesin e 157 emrave të ish-pjesëtarëve të UÇK-s që po kërkoheshin nga Serbia nëpërmjet Interpolit. Prokuroria Speciale po ashtu bën të ditur se policia të dyshuarin e parë, Flamur Krasniqin, e kishte kapur në flagrancë në Veternik të Prishtinës përgjatë një kontrolli rutinor. Në pikapin e tij, ai po barte gjithsej 16 çanta me material për falsifikim dokumentesh. Flamur Krasniqi po dyshohet për veprën penale falsifikimi i dokumentit. Prokuroria Speciale bën të ditur se në kërkim janë edhe 8 të pandehur të tjerë, për të cilët është ngritur kallëzim penal lidhur me rastin e falsifikimit të dokumenteve. Në mesin e pandehurve është edhe i biri Arif Krasniqit ose vëllai i Flamur Krasniqit. Njëherë dëshmitar e më pas i pandehur. Pas arrestimit të Flamurit, Arifi, babai i tij, ishte ftuar nga hetuesia për intervistim. Ai ka thënë për policinë se nuk ka qenë dieni për aktivitetin që po kryente i biri i tij. Sidoqoftë, me qëllim të sigurimit të ndonjë prove, me urdhër të prokurorit, Arif Krasniqit i është sekuestruar telefoni. Në galerinë e telefonit të tij janë gjetur 85 fotografi të dokumenteve me të dhëna të huaja. 23 nga ato janë të bëra me doreza, për të cilat Prokuroria Speciale ka dyshuar se janë realizuar në laboratorin ku është kryer aktiviteti kriminal. Prokuroria dyshon se Arif Krasniqi ka shërbyer si ndërmjetës mes personave të interesuar për të pajisur me dokumente të falsifikuara dhe personave që kanë prodhuar të tilla dokumente. Prokuroria Speciale ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit për të dyshuarin, duke arsyetuar se lënia e lirë mund të pengojë rrjedhën e hetimit dhe që Krasniqi ka bashkëpunuar edhe me të pandehurit e tjerë. Po ashtu, prokuroria thotë se duhet pasur parasysh rrezikshmëria shoqërore që kalosen nga lënia e lirë të pandehurit, me që dokumentet e dyshuara të falsifikuara përfshin mbi 51 vende të botës. Mbi bazën e këtyre, prokuroria thotë se i pandehuri rrezikon që të përsërisë veprën penale apo ta kryejë ndonjë më të rëndë.